Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të zhvillojë një takim ditëtor me ministrat e kabinetit të tij në Pogradec. Takimi pritet të zhvillohet të dielën dhe të hënën ku ministrat do të raportojnë për punën e bërë deri më tani, ndërsa do të prezantojnë edhe prioritetet dhe objektivat për vitin e dytë të mandatit të katërt të qeverisë. Takime të tilla informale janë zhvilluar edhe në vitet e mëparshme nga kryeministri Rama në nisje të çdo sezoni të ri politik pas përfundimit të pushimeve verore. Mbledhja në Pogradec pritet të shërbejë edhe si një moment për të diskutuar ecurinë e punës së ministrave dhe sfidave që qeveria do të ketë përpara në muajt e ardhshëm. Pas takimit me ministret, Rama pritet të mblidhet në ditët e para të shtatorit edhe në asamblen e Partisë Socialiste. Mbledhja e asamblesë është një nga forumet që kryeministri ka përdorur në të kaluarën dhe për të paralajmëruar apo bërë ndryshime në përbërjen e qeverisë. Për këtë arsye, takimet e radhës pritet të ndiqen me interes dhe me drejtim të mundësisë së ndryshimit në kabinet. Rikthimi i qeverisë në aktivitet vjen pas një zoni politik të tensionuar, të shoqëruar me protestat vazhdueshme kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Protestat të zhvilluara për më shumë se 2 muaj kanë shoqëruar fundin e sezonit kaluar politik, ndërsa protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshimet në mënyrën e qeverisjes. Në nisjen e sezonit të ri, vëmendja pritet të përqendrohet te prioritetet e qeverisë për vitin e dytë të mandatit, si dhe te vendimet që mund të merren në javët e para të shtatorit.